Partia Demokratike Shqiptare ka shënjestruar sot zëvendës kryeministrin për çështje europiane Fatmir Besimi. Akuza investigativ për një kontratë me kompaninë Pucko Petrol pron e kryetarit të Pllaznicës Ismail Jahovski derisa Besimi ka qenë ministër i mbrojtjes. Ata të cilët kanë haruar se BDI është në pushtet këto 6 ditët e fundit apo ata të cilët këto ditë fushate janë rrëmbyer nga opozitlëku që po tenton të shes BDI duke ikur llogaridhënies para shqiptarëve, po ju sjellim edhe disa margaritarë të korrupsionit të funksionarëve të BDI-s. Fatmir Besimi aktualisht zëvendës kryeministër deri para një viti ishte ministër i mbrojtjes dhe gjatë kësaj kohe ka lidhur kontratë 10 milionëshe me kompaninë Pucko Petrol me pronar Ismail Jahovski, i cili ishte kryetari i komunës së Pllaznicës nga radhët e BDI-s. Është kontratë e lidhur në mes Ministrisë së Mbrojtjes nënshkruar nga Ministri i Atëhershëm i Mbrojtjes Fatmir Besimi dhe kompanisë Pucko Petrol pronë Ismail Jahovskit, me të cilën ai obligoi që të furnizojë Ministrinë e Mbrojtjes me 1.200.000 litra mazut naft për ngrohje, kurse Ministria e Mbrojtjes t'i pagoi plot 56.000 denar firmës Pucko Petrol. Për këtë kontratë nuk është hapur procedurë për furnizim publik tender, por kontrata është lidhur me marrëveshje me Kadrësy, pa shpallur paraprakisht tender, theksoi në konferencën e sotme për shtyp Gazmen Taliu, antare kryesisë qendrore të PDSH-s.